thjesht kush nuk bën fëmijë është i sprovuar. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Ka njerëz që Zoti i lën, le të themi, steril. E ky sterilitet nuk mund të zgjidhet nëpërmjet haramit. Pra konsiderohet sprov për njeriu, edhe duhet dorëzohet përballë kësaj sprove se Zoti ka dash hajrin. Edhe historia e surës El-Kehf, është një argument shumë i qartë që jo gjithmonë të pasurit fëmijë do të thotë bekim. Nganjëherë mund të jetë mallkim ose le të themi mund të jetë ndëshkim për njeriu. Kështu që kujt nuk i jep Zoti do të thotë se Zoti ka ditë diçka shumë më shumë se sa ajo që ne mund të prekemi për momentin. Quhet sprov. Pra njeriu duhet ta konsiderojë këtë gjë si sprov dhe jeta të vazhdojë me këtë sprov, siç dikush është i sprovuar me syt, dikush tjetër mund të jetë i sprovuar me veshët, dikush tjetër mund të jetë i sprovuar me gjymtyrët. Ky person është i sprovuar me sterilitetin. Domethënë kaq edhe nuk duhet qoftë nga ana e gjinisë maskullore, pra e bashkëshortit, qoftë nga ana e gjinisë femërore bashkëshortes. Pra kjo është një sprov për cilën njeriu duhet dorëzohet.